Holanda ndalon prodhimin e produkteve nga vendet e Izraelit. Holanda ka ndaluar importin e produkteve nga vendet izraelite. Kryeministri holandez Robert Jetten deklaroi se qeveria holandeze ka rënë dakord vendos një ndalim për importet e produkteve të prodhuara në vendbanimet hebraike në territoret palestineze të pushtuara nga Izraeli. Mediat shkruajnë se Holanda është një blerës i madh i produkteve izraelite, por qeveria nuk e ka zbuluar kur vendimin e produkteve që importohen aktualisht nga vendet hebraike. Kryeministri theksoi se ky vendim synoi të parandalojë çdo kontribut përmes aktiviteteve ekonomike nga Holanda në pushtimin e paligjshëm. Qeveria e mëparshme holandeze tha vitin e kaluar se po planifikonte ndalimin i cili tani pritet të hyjë në fuqi në gjysmën e dytë të vitit.